Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë e mi, jemi në fshatin Stapanic, komuna e Klinës. Hajde të shohim si po e presin Dorontinën Rrofshi Dugaxhinit nga dhe vi. Mbetet me u pa kjo gjatë rrugtimit ton, hajdini me neve. Jam të i pa disa banor diçka po punojnë, po afrohemi, po shpresoj që kanë me ndalë edhe me na tregu diçka për fshatin. Edhe në këtë fshat njerëzit janë shumë punëtorë, më duhet me i lavdu me të modhe, me që janë tonës teme, pak hajgore po boj, por që shihen pra gjatë gjithë kohës lëvizje me bagira, me këso makineri të ndryshme. Vlen të ceket pozita është e rrafsh geografike. Kemi edhe rrugica kështu që jenë përpjet, por që kështu në përgjithësi e ka pozitën e rrafsht. Përshëndetje! Si jeni? Ajni mirë? Qysh po kalon në fshatin Stapanic? Kalon shumë mirë, inxhinja shumë mirë tu, inxhinja punëtor. Me qka mirë një kështëm përgjithësi? Këtu përgjithësi mirëm shumica mirëm me gorë, me rase punojnë, me kosa punojnë, me tanat, me qikësot, me qikate këtë që punojnë. Qëfar jetë e bëhet brenda fshatit? Jetë e bëhet mirë me thotë. Nëse dhe në gërbeti ndalë shumë e një, ndalë për jashta, sanë po, që këtë kusovë, qështu që. Cila ka qenë arsye pse e kanë braktisë fshatin? Po, mas pari, ja kom braktisë si për shkak papunësisë, e ka ku shkollë mes, po se fakultetin në Virginia, a duhet me shkollë, se në gjithë vetën në kollë, me punu kërë një sa një, se në pasqare pa dalë në betë me në familje. Brenda fshatit, dini me më tregu sa është numri banorëve? Numri banorëve, për dikun një, dikun dy bahun një 100 shtëpi, 100 shtëpi janë, këtu, po si kemë poshtë beseda për jashtë, që e pjesë që anena, unë jam 2 djemë jashtë, këtë do mon këtë 40 jenë të shtëpia, këtë gjatë laugje, ku më bletë gërbesin dollë. E tash me ju pyt, në atë pjesën anejnë ju, e kapë edhe aje pjesa Stapanic? Stapanic, ja kompletër, po kjo është problem si kjo me drejtar që tje, do më pjesë të cisë në rrugë drejtori Malishevës, nena, e që tje dohet me Klinë shkanë. Na kemë shumë probleme me dokumenta, me sanë kemë problem. Unë e kom prezentu komuna Klinës. Po, mine pas e prezentu se do më thonë, na që në shkajim banorët, 70% këtë pjesë jena me dokumentat Klinës. Votorja në Klinë, mësuja me rrujme Klinë, që të sanë me Klinë, ta ti një pronës pa këtë Malishe vetëm qaj, se ramet, po tash të kemi fra manë vrej që jenë të bënë 2 komunat, një të folë me 2 kryetarë tamë, Klinës edhe të Malishevës, me bëllë të isha një halëse, ku pa e puna pensionët, plezhve, pa vinë dhe sane, për pagesa, pa kemë problem. Pse kanë betë këtë gjona kështë pa qarta? Pa qarta se mas loftë ty kush ka bëj, ka bëllë ty kush mas loftë me katosë, e vetëm pra ishta tani, po pështjelë. Si janë banorët në fshatësi, keni raportet me zvetin? Raportet që këtu jem të ardhën, këtu e ka mosit. Unë jem pikë lareve, dollin të nejnë, na ishtu dikun një 10 shtëpi atër e bon. Këtu kapi pagaru që e shtëpia e mje, shfa shtëpia të mje, ka bërë shfa jetë atje, pi pagarushe, ta i nërë pi në grudhësit, kemi pi kahmosit. Këtu, po që shmje se qujnë, Amerinia, ma më pukër mos më shusheq.
Se ndoshta keni ardhur me vite dhe tash veç Po, tash ne ka po 50 vite, ne ka po 50 vite tu spi aty. Unë ata tregon po sa, po ku mund të po 6 vjet, se mund të po më shumë. E tash ka po rrethën tur, ka po këtu mirë shumë është, këtu është dasarë është mirë. Keni shkollë. Po, kena shkollën tu, jo që dhe skena, shkollën kena çfarë shkolla është aty, dhe klasë lon, Xhami, po. xhami jo, S'keni xhami. jo xhami kena Po, pa vet, folni. xhamin kena Llare. Po ba vet? Po mba vet kem Po xhamin. marrë shef që Po ne edhe në Llare kem xhamin, kush do më shumë fort, ma mirë s'ka ball xhamia. Dhe ndohet të një Kievish. Dhe një Kiev po marrë kemi mirë shumë. edhe një pyetje për fund tokat. Sa po punohen këtë fshat? Mirë po në tokat këtu me këshyë krejt i kitë po nëune. Kem me grune me krejtet mirë dhe krejt zasan, kush sa të shëmë e thonë, se këtu të na, u i ka ballë. Edhe bosh që sejnë ati kem. Edhe toka pjellore. Po, to është mirë, krejt zasan të fshaturë shumë mirë, është zasan të ju. A ka prej atyre familjeve që mbohen vetëm nga punimi i tokave? Jo, nuk Pa ka. ndonjë ndihmis kështu ekstra Jo, një plus? di si ka në Saturnin, punojnë tokat, edhe plus kanë ngërë betë, si punojnë ne, plus si tashmë po që shtëpia tash me citanena, pak me to, ato këtë me gojë. Me ka fabrikën, këtu bardhe, i ka gjashëm të punëtorë, punojnë të çdo kush do më thonë punojnë që punë të veta, ma mirë mos më qysheqe. Kur është braktisë fshati kështu me të madhe, cilat vite? Muj me thonë si 10 vite. Nashta ma shumë po 10 vite ne me të madhe. Kështu me të madhe. Me të madhe, në shkollë të mesme vitin e parë dytin, këshyrin, kalëzën profesorët, vetëm këshyrin qysh me shku për Itali, që atje për gjënë vetën të atërit ma shumë, tani shpëndane për Gjermania, pazi ku e gjënë vetën. Se të puna për shatë papunësis, puna, sa ma kesh në ka, me 2 vetë. Shpe, smija e gachën për qërën në gërbet, jetë shkollone, krejtë, çdo, sa në për aditën, i qënë se të s'ka. Sheni të arsyeshme këtë vendim nga rinia ju? Jo, as tu. Mendon që në Kosovë mundesh me Po, punu tash ti edhe mund, me se jetu? tash ti në datorna mund ma lehtë, mund me gjetë vetën e para 10 vjetëve me thonë mëndësh, 10 vjetë tek ne, ka mund një me gjetë tek e po të na, mas problemi është fjallë të parë, si stojnë popullata, sigurimi shëndetësor. Ti një smuj me ndo, ti me shiktuk. E të shasë ki, vesh pra, ishtam ma shumë të qëtë sanë këtë qitë. Mikpritjen, vazhdoni me mbajt? Ba, qëshja, kem odat, mona, të bime shumë për naja, për shef, kem shahijet, lozi musa i të, këtu në vina për oda, vish për shef. Ishte shumë knacit, Faleminderit shumë, mirë poshëm. Mirë pofshim. E sa shtëpit e bukura që duken në këtë fshat, përveç shtëpive dhe flamojt Valviten, shefeni, ne po shkojmë kështu drejt shtëpive, po mundohemi me gjithë sa më shumë banor, edhe me na tregu halo ma shumë për këtë fshat. Kjo pjesa kështu e dini që nuk më pëlqen kur e shoh djerrin. Përshëndetje! Si jeni? Ajni mirë? Apo ju pengojmë? A ka bujrëm? Se s'po mëj me ta hop derën pa më tho hajde. Se nuk të shifësha mirë prej djellit. Ka me ju pyet diçka për fshatin. Ma bukur s'ka? Valla po, i pas këtë bo sen e tel. Si jeni? Ajni mirë, Aja Dorotina. Ju? Ti Si ka jeni? Qa unë ka jenë? Ka tuni. Unë e ku marrë me një pyet për katunin, si është jeta në këtë katun, në këtë fshat. Vallaj ma mirë s'ka. Daj si punari ko punë të mirë. Ajo konë gjithmonë. Që më të sanë teli ki jem Qa po mirë. punën ju, që i kini bo sen e tel? Qa po punën, me qa po mirë? Na, unë kam 3 në Itali. Tra në Itali. Po, Edhe djemt kanë ndihmua? po djemt, mos u ka djemt shtritis ko këdo. E ju apo punën i diçka? Po, Qa po punën i ka shpia? kështu shfia, këtu. Dikë cikën, një cikë kam pak po tetë. Tana spjet, djemt po, nipat po. Shumë mirë. Ma hiron si buko me nipin me pos në dorë s'ka. Po, vëlla. Djemë ti kam të mirë. Vëlloj, mirë i kim punë.
A ka diçka që i mungon fshatit? Valla i sana. Një qirë dhe po i mungoj ke. Një zjedhe, po me pos po ku mi dhejt ata dhomë ta. Ku mi gjithë? Ku mi dhejt aj? E kam braktis fshatin shumë, a? Allah aj ti gjo aj. Më të ratëre. Skisore për janë dhiti kënë. Ja, kjo s'ka po osë, je s'ku. E gjonë ma mirë s'kujnë. E vërtet. Aj? Me pos këtu shtetet mirë. Krejt mirë ishin rajtë tu. Po s'kanë mund me nejtë. Je s'ku. A po thu se nuk është bën mirë ende në Kosova? Po dhe isha olla bëmët mirë. Një herë ju, a? Ja, dhe si vërë si salë që ju i kërgjohë. Ja nisin me vjetë s'ka kërgjohë. Po ke një gujët. Tana pa tjetë. Një gujë po dhe shka. S'ka një gujë, s'ka kërgjohë. Shumë me vend. Po më interesën raportet si i keni me zveti, këtu me banurt. A njini me gjë? Pasha të utën, jo si kam që. Në tonë rejëm të ardhën. Dikur për dhe kruti, dikur jemi ma largë, Jo, nga jeni ardhë. na në krutit. Negro. Po, u tonë e tyra mirë. Ko, asë mund me full ketë kërkosh, Sa jeni për njëni tjetrin? ja për shtjetë tonë mirë. A ka ndonjë rast që i keni ndihmu një familje, për shembull? Po, ja sa një si ka një mund, jam të me. E në këtë fshat, a ka prej atyre familjeve që i kanë kushtet jo të mira, s'po e them ashtu të skajshme? Valloj tonë i kemë mirë, për Po shatë. duk nëse cili me shtëpia të mira. Valloj, që, apishe, që i pagarusët kë, i pagarusët tash të 2 vjetë orë, edhe unë e qytu, tanë natë me njerë të kemë. Banorët, çfarë punë e bojnë? Me çka mirënin përgjithësi? A ka prej atyre që kanë bizneset veta? Po, kanë. Çfarë Fabrikat ke një fabrikë që tu, ka fabrika kemë gurëve, kemë bëllë. Këra mirë jënë të. Kush punon aty? Kush punon E aty? po, ne pa i me jeri. A banorët e fshatit, apo? Po. Sa është numri i stafit? A dini më Po, tregu vallaj. është i madh ai vogël? E kemë një fabrikë që ta që ka qenë e plastikët me desë me punu ka pa të bëlla punë. Shef jogurt, sa bukur, krejt me Po. dizajn. Po, valloj të mirë, apishe. Gur sa dush, jo? Jo, Pse po. mos mi ndreq. Sa i përket, po të bën telefonin, ashtu Po, se jo. keni problem. Sa i përket infrastrukturës, pse mungojnë trotuarët? Valloj, po komi shtu bingëro. Me na i prunë, Po i veç, krumë shumë. jo ndonjëherë, a e keni... Jo ndonjëherë... E jam një tur shkunë marë shjevë. Kush e të shkun? Që kje, E edhe jo? unë. E, ditën e mirë. E kjo zoja, kush është? Si jeni? A je mirë? Mirë, A je shete, mirë që- Me ardh ka vendi jemi, mos me mprit njerëzit, me mdol krejt para kamerës. Qa me bo? Si jeni? Mirë, Ç'po krejt. kaloni? Mirë krejt. Qa po bën, ja qa po Qështë, bën mirë? që sa punë shpis. Që- Pa u kry kur? Kur? Kur Si të është kryen jeta- të nem? si është Nemne jeta janë në fshat? Ha? punë të grave janë Aha. nemne. Si është jeta në fshat? Mirë është mirë. Po, a ka diçka që i mungon fshatit? Wallahi, zdi. Bish do uji që i kanë qitë cevat, i kanë nenë, që ata s'ne kanë pru se ju. A keni probleme me uja? Jenë bonar, po marëm. A me bunor? Po me bonar. Furnizoni? Po. Sa Me të bunor. respektum. Me bunor. Po. Po. Banorët i njihni gjithë këtë? Banorët e Po. fshatit? Të mirë janë. Kur të kesh për ty në s'kena posë. A shkoni kështë në herët e na i... Se Valla, kushëret ashtë si bjem i pas, po, ku i shi? Jo, Nuk është që e eni me Pej zë. që e këna pos këtë Covidin s'panen. Mos ju kam bet hala Covidin e i simptom, ju kam bet tuta. Nashta u me jetë që me ditë Po, me kam po jetën? Me kam po jetën? me ri, Me djallë. me djallë, 2 djeli kam, 3 qika, qikën e madhe kam në Itali, kitë voglën në Belgjik, një kam një shanist, martun i E kam. pas ke këtë Po. shëqër. Po një po rrallë po m'vjen. E po qa me bot ashtë se Pisi cili me huj. pun. Po. Se cili me pun Pisi, veta. pisi huji. Po. E ti qa po bën kështu ka shpija? Me qa mirësh? Wallahi, te i qëtash, te i vjetë me bashkë që ku mjellë, se vjetë s'po moj se jam lorë. Ja, herët është mirë, herët është më dorëzu. Pasha zoti, jo, po kur s'po mojshe, po dërzeshe vetë. E tash kush po i bën atë punë? Punën e Jo, bashkës? kërkush. Tash nuk s'jam me fëmi, te i po fshin, te i po Po, ka punë bën. gjithë ditën e lume pej sa baj, te i na kësha me dasht, me punu e, adin, me dasht mirë, mi nëzirë me raj, E vërtet, gjithmonë del diçka. po tash, Po.
E kohën e lirë kështu brenda fshatit, a keni ndonjë vend ku mundi me kalu, me dalë me familje, me shëtit? A ka ndonjë parka, diçka fshati? Ja, park s'ka këtu. S'ka. Ja. Veç e deli Në kështu. Kiev, veç ecëm Po, kështu. eci, po. Ecëm me kunat, me qikat kunatit. Po, shëtit tjetë në mbrëmje, Po. kështë. Qa kështë pas dëshirë me ndryshu fshat? Kështë pas në i dëshirë? Po vallahi, veç mos më bo luft qika jame. Se për tjetër sen si shako ngosht, se kena hjek shumë luft. Ja, i shala larga sa Ishkom jam. thoni shalla, mërë zëtë, lufta, asi, tash i shalla veç nuk na merë lufta që të, se për tjetër sen nuk jam ngosht, edhe buk e kryp me hangër, ngosht nuk jam. Sa i Se qelim kena si- hjek, po. sa kena hjek shumë në për luft, kur të mbjen men trupi mërshithet. Se Si të natë faj. mirat e zotit i kemë, kërejt. Qa me bo, da ljopi kena pasi këmë shit, S'mujtë e mo me u kujdes për ju tua. valoj, se më bike bakalli pe i duare, me gjithë ta me lë derke, thasha pi Të shetë. gjuh shkelim ajo, e me deshtë. Ju valoj, shkellim s'ka gjuh, Ja, po po, vetë. normalisht kur te bëni Po. mush, tani dikur e Po. shenë edhe vetin e Ja vrejnë. valoj, s'pa muj. Tash ma si s'muj vetë mi këqyr, asëris nuk me mi thonë, të këqyri te, unë e po rri. Nuk shka ashtë. Ja, jes mundesh, kërkujt Jo, me valla. zër me shtin. Qështë. Unë ju falenderoj, ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Çdo të mirë. Ditën e kalofshi mirë. Faleminderit shumë. Miru pofshim. Hajde me qëtemi, po e vazhdojmë pjesën e fshatit, jemi ende në fillim të fshatit Stapanica. Stapanic, një emër pak e zmëndryshe, një emër ma interesant prej emrave të tjerë si jam su në për fshatra, shifeni sa bukur që duket se cila shtëpi, po më pëlqen edhe pjesa në anën tjetër të majt, pro temen. Është një fshat shumë interesant, ndoshta e kam edhe një ndjesi pak e zmëndryshe me që jam në pjesën në rrofshin e Dogaxhinit nga dhe vi, po së di. Unë e thëmë drejtën se cilën familje e du njëjtë. Jam ashtu neutrale, nuk është që anoj, po kam qef pak me bo hajgore. Po vazhdojmë drejt, derisa unë eci, po besoj që kamermani veç është duke u kujdes për pomjet, veç do të mi tha me dalë kënej, që mos me ja këthy publiko të në shpinën. Hajde, ka dalë. Apo kalon? Me rëkuhen tonë. Balë po priton me ecë, po s'kam qka mi bo valojnë. Qa të i beshën, publikot me ja këthy shpinën, a? Që shtuti, a thuhet kështu? Jo. Pra, një fshat që miren me biznese, më ratit fuli që asaj grusi, jenë të e po. A? Përshëndetje! Apo vjen 2 minuta? A? Ko me të pyet diçka për fshat? Gjdo të mirë. Ja, vëllas disen. Flia këtë qita? Ja, si apo është flia, se pashku mja qitë në i rënë. E kam parasysh se gjenia femrore pak ngushtot para kamerës, edhe nuk insistoj. Qa po lexon qëto? Logja. Do thot jemi në logjën Muj Shaboni. A mu du ka posh kamera? Duk që fshati është në monitorim të kamerave, ju. E pas ka ndryqimin, por se është funksional, nuk e dim pa u bo nota, me ta më me testu, se shpesher ndodhë në përfshatra e kanë, por që i është shkatrua, ku e di unë. Fshati me të vërtet është shumë interesant, tash keni me pas shumë shpesh në rrofshin e Dogaxhinit, e me i tregu, me i qitë në pa bukurit që i ka Kosova gjithandej. Edhe keni shtëpi të bukur. Ka ona jonë, kështu e kanë zakon, drumut me metër do thot i renditin. Shifeni. Kështu i renditin me metër. Me bo një mi dol pak ma për para, e prishin rendin, për sëri i renditin kështu. Për që janë pedon ta janë. Tash, qka do që foli, kanë me morë që po i lavdoj, por që kjo është e vërteta. Sa shtëpi interesante, edhe kjo, garantë jem vllazni.
Për këta më thëshin për shtëpi të bukur që kanë ardhur nga Pagarusha. Pra, në këtë fshat ka prej të ardhurve nga vende të ndryshme. Janë shumë kështu të larmishëm. Drenica, Rafsh-Dugaxhini, patë shumë të ndryshëm, pra vende të ndryshme. Shtyllat i pas kanë vjetra, shtyllat elektrike. Një fshat pra që mirën me përpunimin e gurit. Munden edhe me vrejt lirshëm në gjdo barë, gjdo muri është me dizajn, kanë gur mjaft, sa dush. Sa të lezetshme këto pënd, kështë që i kanë bo. Ma tërhoqin synin, kështë sa bukur duket. Qka mungojnë trotuart edhe kjo pjesa ku ndodhemi, momentalisht nuk po m'pëlqen. Shifeni pra, kjo pjesa shumë e bukur, me siguri kjo pronari me që i ka gjithë këto shtëpi, e kanë rregullu dhe këtë pjesën këto jashtë të borrit, por në anën tjetër shifeni, pra si dita me natë. Nata, dita, dita, nata. O, kap me qëto pulja, qëto zogza. Veçën edhe gjeli po ndëgjon. Pra, kjo pjesa nuk po m'pëlqen. Shifeni, është pak e lo me batall. Me siguri është pronë e dikujt, a nuk o këto heqa, ko ta di, por që ndoshta edhe që të e bo dallimin mes. Përshëndetje! Apo vini, apo vi? Qysh dush, hajt po vi, provesh të regoma ka e ki, ashtë që dira. Hajt mu isha me të gjithë, më sëmek. Hajde se shkojmi me spit. Tamon një u bërë kështu shpianik, gjallnik. Pas ka gjithë shka. Ku dula mërë, ej! Ku? Qëto, a? Ha, si labirinte paska. Hajde. Ku met mërej? Po ku mbete që unë i mëre pasë nuk po të gjej. Ku? Te poshtë? Të kish pas bile mulla. Pa, qëfar sakrifice veç me ardhë. Me morë një intervjist, shifeni ka hi. Ka të punu. Jam në qërë. Po me mujtë. Likre. Lik. Përshëndetje. Si jeni? Hajde, po që s'ka mundësi. Ani deri sa banori na vjen. Ashtë e pastër që kje. Sa shtëpit e bukura kapin nga kjo pjesë ku jëm ullum që i këm përbal. Shefeni. 3 vllazni, 4 vllazni. Unë gjithmonë i thëmë kështë kër isha 3-4 shtëpit njëjtë, e thëmë 3 vllazni, 4 vllazni. Pra, si që ishëm duke bisedu për gurt, shefeni gjithandej gur. Pra, një vend, një fshat që mirën me përpunimin e gurit. Këta normalisht që munden me pas edhe biznese, për shembull me rregullu burre, sene, gurt e gatshëm, se ju, që gur sa dush. Ashtë armër që kjo aviri. Pas ka një kiosk. Pas ka kioskën këtë. Hajtë për prisëm. Edhe shkollën ofër në zonësat. Vinë me bli. A do një mësafir? Si jeni? A jeni mirë dërën time? Apo dalëm jashtë? Ma mirë? Ma bukur duket koha? Kujdes bubi. Si jeni? Mirë, faleminderit. Qysh po kaloni? Mirë. Si është jetesa në fshatin Stapanic? Mirë, nuk ka dhe keq. Qka po bëni, qa po punoni, vesh dalë këtë pjesën se po mbjet gjilli shumë. Punojmë këtu, ka si punojnë me gur, ka si punojnë ndërtem. Unë qëtu jam, kam qëtë farë lokalit dhe qëtu. Apo bëhet puna? Mirë, nuk ka dhe keq, mirë. Kur e ke hop lokalin? Këtë Kam kioskën e vogël, po e them ashtu. Kioskën, po da, kam edhe një lojnë qëtu.
pas ke dhe kësi Kam edhe rakataçki. Mrana veç me fotograf. Po, mune. Se je ku me marrë, me pas. A qesëm një loj? S'është problem. Hajde qesëm një loj, edhe ta një bisedojmë. Apo dalane, Po. ne çesto pa dalane. A bon me lo mikrofonin shtë po besejnë dhe gjumë mjaftoshëm. E gjujt e krej. Ne, s'është problem. A hupe? Jo, ja. A i dhe që hupe? Ha? A i dhe që hupe? Ne, ta bash. Faleminderit. Po musafir mi mujt musafir këtë. Po i tash kur nuk ti sen edhe të s'ki faj valojnë. Qa me po? Ty për Erdha. A ki këtë klienta? Po dojnë me bli? Zonca, pa shumë. Zonë, sa të po. Hoppa, ta jepa. A dhe veç kështë pahiri. Hajtë, mjaftan të mujta, dy një. Çe, Hajtë, po, pa tjetër, ju prisëm. A jem gati kun, atë shkun, hajde. Po bëhet punë mira, mashallah. mirë, nuk u keq. Shkolla është afër, apo? Është një 300 metra për këturit. Po. Rafërsisht dini me më tregu sa është numri i nxënësave brenda shkollës? Dikon 95 tash, më shumë nuk ka. Sa pak. Ka pa. Ke Se qartë. është puna se kanë shku jashtë shumë për ata. Cila ka qenë arsyeja pse zbraktis fshatin, një fshat shumë i Pse pa bukur. punësia. Për shembull brenda fshatit me Qëta dosh, është pak kanë njës me rejt atin për shembull çmimin e punëtorit, se atëherë me 10 euro, në me 10 euro ku punu guri. Gjatë ditën ku punu guri 10 euro për po veç atëherë ka pas vlerën shumë të madhe, 10 euro. Nuk e ka pas edhe ças vlerën. Po jo, ke mujt E mi ka ble pas kogjë murë të ka se sen. vlera se ka pas. Po krasim që shorë që tash Më në rregull, situata, po të qëtash foto se kush e ka pru, e ka pru. Kush e ka pru, deri qëtë. Tash s'po foli se s'po tani. flasëm, po, ja, s'po ja, flasëm, politik, larg Po politikës. dhe larg politikës, Unë e sa kam ma, po, po, ne dojmë në bisedu rregull për është. fshatin, për jetesën. I dim Fshat gjithë. mirë, falënderit, është fshat shumë i mirë. Fshat që nuk ka probleme kur. A, qa, jam interesant. Shumë se Jeni shumë jemi, pacur. po, jemi shumë të lidhën në vete, si të rritë, si na pak më shumë. Jo, si të Rrime, shumë. pa nuk jem, po thojnë ata se për na thojnë bahat se migjë. Nëse si po. a i ke marrë, a ki gjem, fmi? Po, i kam dy. A i ke martu? Jo, hala. Si e për bac, halo, edhe pak, dhe sa të bosh pak të njësh. Jo, jo. Po. E thatë që raportet i keni shumë të mira mes Shumë të veti, mira mes kemi. banorëve brenda fshatit. Shumë Keni, të mira i po. kemi, shumë fshat i mirë, A- shumë një fshat pa kur të farë probleme është. Janë punëtor, punojnë, qyrin punë të veta. Ka fermer brenda fshatit, ka prej atyre që e kanë biznes të vetin. Ka pos, po i kanë hek, i kanë hek. Do thotë, do shta s'ka mo familje heq që merret me blektori. Valaj, Problema. pak shumë me bliktërit, shumë të vogla. Vesh kështu. të pula i poshtë aty, Po, jashtë. ja. Kanë, amo jo. Me ju Jo, pyet, s'ka a ishte u burri ju kjo pjesa këtë? Po. Këta e pjesa? Po, kja këtu. Me po. pula, me... Jo, aja është e gjollit aqës. A, ju me pula Ja, s'është jo. ju. Unë jam vështë të pregatit venin. Ah, Mi po, i kam dy keca i kam. Ndash që ta shilëshej që të isheni. hajde. Nëse mund Prit është me një, po, lonë prit këto. një. Po. Mu do të më pyet! Cake! Murdita! Jo, Si murdita, jeni? po mirdita. Mirdita. A je mirë që Mirë shije? faleminderit. Jo Që si s'po jeni? kaloni? A keni ardhur mirë? Po ma shkel kishin e vogël. Po shalloj. Prit. Po, Prit veç pak. A bën me hip shtë? po, Po më që s'bën. Si jeni? mirë. Mirë po kaloni? Mirë, Me po kalojmë me punë. Apo lodhme? Bet, ma më rikë se në rejkit ven. Wow, i pas ke bo sa në tel, ja? Sanet i kem tana, punojmë ka pak shtë dekorime ndryshme me gurë. A një ka pak, nuk mundesh Po, me ka pak mi jo, bo ka sa në pak. tel. A di shumë puna.
Ka pak me beresete, shumë s'ka marak shumë, ka pak. Po, e rëndësishme që po dukesh i lumtur edhe i knaqur me atë sa punon edhe fiton. Po, vallai, faleminderit Zotit shumë mirë. Po m'bot shumë qejf, në kështu kam dëshirë se cilin për ju shme po. Po e kia puna, që me thonë këtë dyje, puna e ka hamër. S'ka lukës nuk ka kur gjo, ku të punesh i ki, s'punën, s'ki. E tash me këtë, që shuë tamon kjo pajisja, tamon bageri vogël, Kjo është... mini bager, a? Jo, kjo është e vilushk, Vilush. që ngarkon material ndryshëm. E po shkejtë një kumbosh të me shpras dhe paleta dhe qështë. Tani, E masani? tanë që Ramazan s'kam, S'keni Ramazan. shkoj, hoj pak drejk, nej san që është, nej qaj edhe apet në punë. Boni Ramazan. Jo, Allah sa mëj. E, a mundet me S'vejnë kalu të aja rajt. nej? A mundet me kalu? Mundet me kalu, ndosht me kalu, mos Emi, dasht mos në dash qëjme. rrëdh, edhe këto e marrin të rizë vëlloj që s'do me kalu. A, kjo është... Super! Si janë raportet brenda fshatit me banorët? Wallahi, shumë mirë. Pasha një zëtë shumë mirë. Na jemi vendas kështu, babe, babgjysh e ka tragjys disa gjenerata jem. Dhe me thonë, kretu 4-5 familje jemi, që me thonë mahal. Po, jo po, por kishte shumë të ardhën nga vendet e ndryshme. Po e ka për shembull një pjesë tjetër anene që i kanë ble për shembull anë qarrok ofër Kievës anene, është një territor se ka pas edhe të ser për shembull po i kanë shit tokët para lutë pakin me masugë kanë hec. Kryesojnë na met vetëm na gati si e pastër. Me që jeni fiset e ndryshme, martesat apo i bëni? Jo, këtu jo. Si bëni, Ja, ju shaj respekt, ja? Ja, respekt, kuj shellak ma të mirë zbon me kohë heci, jemi fort, jemi afruhe. Ku marije, kuj shellak i krejt, kuj shi i krejt bashk, ja martesat, desat, as ka do, Por që me as dasht 200 do. mundenim, me dasht po. Po, me dasht po, se as në gjak, as në fes, as kur gjo, po ju. Aj, zëtë më se bo, ja. Na i problem brenda fshatit? Sen, kur farë problemi, tana, që sen është regull mirë, shkolla, ngatë, Pse s'ka fshati trotuar? tretor. Kemi asfalt shkallë, vinë tretor, që sa gjana. Unë i mërë me jetë, se po më shkel në i kjerë. Ani, rruga ma kryesore është ne këtu e në pak ma të ngushta, kështu që lidhen ma hollën e... Ja, di pse s'keni trotuar, se i keni stërmbush me gurzi këtu, me gurt më dhejet vogele. Po, që shkolla e ka tretorin, deri del atje, O, lema të shkollën, që tu në kem të po trotuar. ja loj bet. Beta. Jo me se me nëzat Kurse tokën. Po, ishte shumë knatësi. Ej, faleminderit për juve, vallahi, rrollë herë të kum po, thash du më nalë me këqyrë, si po kalen edhe ju. Inshallah keni fat e sukses, Zoti i muft. E vlerësoj, respekt. Faleminderit për Mirë, kohën. E, Ani, sa a dola problemi. që është shumë ke menu? Po dhe. qashtë Po mirë. ka dalë që rrugë Allah. Po me të i në dorë Hajde kon. kalofshi Çdo të mirë, e mirë. punë të varë. Miru pafshim edhe juve. Në qëtëmi, në një fshat me njerëz kaq të mirë, kaq të kulturum, e të respektum. Oh, bimi një që ato syza. A dolen cjopat? Më thatë që e ki ndërmend me rrit numrin, a më the kështu nëse nuk gaboj. Ha? Ja, këto i kam për qef. Për qefi, ja? Vesh për qefi i kam prek, qef. a janë Po, të more. rrezikshme. Ja, hiç. Falë për syza, po në s'sha Hiç. për i djilët. Hajde, apo dolem? E qeni, ahan? Jo, sa në asë qani. Sha, sotër, në më të Na jemi krejtur, që shtë. Pa po, edhe unë jam e onest juve, edhe unë jam kneje, di si janë njerëzit këtë. E i stogut. A, na jemi njerëz të butë, bre? Që qeni? E, kushërinë më ki. Qështë do të me konë kujdesi për cjopa? Ashtë ma ndryshe prej baktive tjera? Jo, sështë. Shumë, Se janë- lezetshme. shumë të letë jam mi mojtë. Vesh për qef i kum ble. Këta janë 3 edhe janë konë. Sa kushton një me dash me bli? Kushton dikon I vogël kur është krejt. i vogëla, dikon 70-100 euro. Që ta Sa është me këto dash pa me një- shit. Mo, një të të. qytetar. Pa, Ose bubi. Ose të se jo, heq. I kërë Bubi ju chicken. Bubi. Jo, jo. Tash për shembull sa mund me i shku Që në çmimi? 70. Në të se të unë e vjerë kjo. Mësu. Më fal. Jo, jo. Po hekmi po shallon një i rosh pishmën që ina. Largoje, po shallon Po largoje. t'ja the me prejk. Po just, po tuta. S'ka karen, të prek me të heqën e. Vesh mos mi afro qëtë.
Të i rrini që aty e hajdi ti qëtë, ose po të alëm krejt, s'po i shqetsojmë. Je mos së të po këcen sa për mune, të ka është më i dalja, se më ka hupe dhe dalja. Ik mos t'i nxjerri vetit problem, me shti therrën kom të shnuash. Jo, unë e thash për një me, janë turt. Jo, po turt janë. Jam sëllmaj. Jo, për çfarë? Ja, vetë ku mësu që me lu. Hajde po ulim pak, me bojmë edhe një 2-3 muhabete dhe ekem. Shati, po njerëzit në përshpik kështu janë me... Ullë. Njerëzit në përshpik kështu janë me punë. Ma mirë është me gjithë të punu, se të usilë, të nejtë. Ma mirë me punu qëtë si me dollë në rrugë, me shku në kafe, me najtë gjithë ditën në kafe atë, për shabën gruja që punu, unë me najtë me këshyrë veç rrugën e grusë nuk banë. Do të më morë njeri ka pak, ja, naj pulje, ja, naj diçka, ne, qëtu mirë. Po, që po bëni kopsht? Bojmi, po. E bëni veç për nevoja familjare, apo dhe kështu? Ja, veç familjare. E këtu, a e kanë duket, që ku e bubi? Më Qumshtin, a bojnë qëmë shtu, ju? Tash po, tash aja vëgle, anena, po. Aje e vëgle bënë? Po, tash aja është... Se e kanë qumshtin e mirë, sa e di. Mirë. Me veti shëruse. Sojnë që ashtu është. Edhe djathin. Që ta unë e kam ble. Shumë mirë. Isha duke ju pyet, martesat nuk i bëni brenda fshatit me zveti, me këtu familje që ka Ja, po, ka shumë si po. Martoni, a? Edhe martohëm, amo nuk ka ndodhë hala. Më martohëm. Se, edhe pse e qojmë kështu... Kaloni shumë mirë dhe në shaj Kalojme respekt. kemi, po, shaj respektit. I kemi dyrë të hapë në andin. E i bukuroshe? I kemi dyrë të hapë në andin të gjithë kushi për shapë dhe nuk mujna. Alo s'ka ndodhë këtu, në katon, këtu jo. Amo se jena të ardhën krejt. Në pilla ushi jam i ardhën. Unë jo, po amo ka orë baba, po dhe baba për gjyshi, po. Kur është ndërtu fshati, kaq sa po e shohëm, cila vite mas shumëti? është ndërtu tash mas lufte mas shumëti. Komuna sa ka punu për këtë fshat? A i çdo është ma shumë? Ka nevojë ende për Po, disa qysh, ka- investime, po e shohëm kështu që... Ka nevoj, se u sjellësi s'është heq. Pse mungon ujësillësi? Si ja bëni për furnizim? I patën shti gypat edhe i lanë deri sa i morën votat edhe mo ecë. E kretën atë punën e vetë. Tash mo në herë deri sa tash 4 vite deri sa të vinë. 4 vite pa ujë. Pa ujë, kur të vinë 4 vite, apet janë nisin jau të shpërthyj atje, jau të qetë këtu janë në knena, kalojnë që ato dhe mirë shumë. Apet i kalojnë edhe 4 vite dhe qështu hajtë. Mirë është puna, mirë. Nuk jeni pas ujë që nga pas lufta, a? Jo. Pse i keni votut njëjtë gjithë? Pse, qështu. Po dhe pas se cili për viti. Se cili për veti për shamë mund të tash. Rinia ka mbetë më fshat heq. Jo, pak shumë. Qa kanë këtu të lasë drume. Bubi! Ja, i kemi shqetsu. Po e ndërprejmë. Faleminderit shumë, S'ka gjë, ndërru, kaloni ishte mirë, a? shumë knaci çdo të mirë. Gjithashtu, kaloni Miru shumë. pofshim. Hajde me të mira, ka po shkojmë? Apo shkojmë drejt, apo është ka është ma bukur? E vazhdu? Këtë bukur është ta në ontë. Apo shkojmë njerë për pjetë, tani lodhem, maljet e kim të poshtë. Hajde. Miru pofshim, faleminderit. Tash e kemi edhe një publik prapa kamerës, në zoncat, po nuk ju qesëm. Po ma bëni gjollë, shuj. Po nuk e dim publiku kush jeni. Falërshëm. Hajde t'ja u halakotëm pak o borë që shimojna, qa po bojna. Bukur, bukur. Ma paq po thot s'ka ku shkan. E vërtet. Ne po vazhdojmë me komentu fshatin, a i ke kap pullat, se i ka me rak. Që gjeli, kikik! E kom shtetsu edhe gjelin, pasha zotën. Edhe t'ja kom shti edhe gjelit, gjëna.
Hajde, po shpresoj me gjithë edhe ndonjë banor, unë jam su kështu me jetë shpejt, e di se ki probleme mu, po habitim. Shëkajt ka dole, si nuse? Dingi raga, dingi ta, dingi. Sa shtepit e bukura, shifeni, e gjitha është ndërtuar nga gurt, pro gur me të modhe këta. Edhe këtë gur. Po më që ditë fakti pse trotuar nuk ka me që kanë gur mjaftushëm, të paktën trotuar ndoshta i dashtë vetë me i shtru. Jemi drejt fundit me qëtë mi, por para se me u përshëndet me juve, mdot me i komentu skulpturat që po isha në një obor. Me siguri është ndonjë skulptur, ne po provoj me thirr, nëse na del mirë, makinat i paska. Oj, zoti shpis, sa bukur, sa unik që duket, ani shefi këtu qodrat, ambrellat, sa të lezetshme. Vetëm një skulptur din me i kriju këtu gjona, e ka pro atë botën e vetë. Ne sigurisht nuk mundemi me kuptu botën e artistit, por që përsi janë shumë të bukura. Hajde po throsum edhe 2 herë si që ka mund sistemin tem pik. Oj, zoti shpis! Edhe një herë shkum. Oj, zoti shpis! Pra mundë me thonë është një fshat i veçantë që ka skulptura brenda një oborrit. Hajde bili ti marrë do pomje të bukura, dukna bukur. Apo shkojte Gjergj Kastrioti, Skënderbeu. Hajde bëma një foto me Skënderbeu. Klik! Sa bukur. Për mrekullik, e përshëndesëm pronorin kur të shen emisionin, nëse veç e shen, ose i del ndonjë video, e përshëndesëm. Ti është patëm dëshirë pak një reklam punës ti, edhe mlasht të përshtypje, me që është brenda fshatit, qka te kap me fshatu ne komentoj. Pra, ndodhemi në një pjesë tipik fshat, një pjesë e bukur e lagjes, nuk e kam idenë se si quhet kjo lagje, por që po vazhdojmë edhe pak rrugtimin, unë dëgju diçka, ka duk si qenë. Po e vazhdojmë edhe pak rrugtimin, vlen të ceket, infrastruktura nuk duket me qenë edhe nivel, ka plasaritje, vende, përveç kësaj e kam komentu me fillim pjesën e trotuarit mungon, pra komuna do të me ju sjell trotuar fshatit, me që fshati e ka një pamje të bukur, edhe mos me përgjysmu ashtu po e thëm, kështu që ka nevojë për investime, ka nevojë për ndryshime fshati, janë ca punime kështu pezull që janë lanë ashtu zvarr, por që rëndësishme është brenda fshatit njerëzit janë shumë punëtor, janë gjatë gjithë kohës në lëvizje dhe ja pra, ky është fshati Stapanic. Derisa on di e ma siguron që po i merr pamje gjithandej, unë po shkeputem, po rri kështu prapa ti, edhe po shkojmi me pamje nga fshati. E tash ndodhemi pranë objektit të shkollës, fokus ondi. Shofëm se sa i lezetshëm është ky objekt. Nga informacionet që i ka marrë ofër 100 numri i nxënësve brenda atij objekti, momentalisht pra që i vijojnë mësimet. Jem të, ku qeni? Jem të e po dhe një fabrik gurve, po këta në këtë fshat pra si që ceka për të disotën herë mirën me punimin edhe për punimin e gurve. Përshëndetje! A do një mësafir? Faleminderit, nuk ju marrë shumë kohë. Që me na tregu pak mas gjënimi është për
Përshëndetje Dorontina, si jeni? Ajni mirë? Mirë, faleminderit, mirë shumë. Na tregu sakt për punimin e gurve, si ja bëni, ku i merrni? Na këtu e na që diku parafersisht 25 vite me punën e gurit. Kena prodhimet pe landë sport, dhe me thonë, kena pjesën malore dhe me thonë që i nxerrëm, por gjithashtu kemi edhe për shtetet tjera dhe me thonë që furnizojmë me landën e parë si shifin edhe këtu. Edhe nga shtetet tjera, nga cilat shtete po furnizoni? Parafersisht për shembull tash e kemi edhe prej Maqedonie, ku i nxerrëm parafersisht 3 lande, kemi travertin, onyx dhe mërmer. Unë si po ecin? Mirë? Punë shumë mirë në Kosovë, Stofi? perfekt, gjithçka në rregull. Sa është numri i stafit brenda aty? Parafersisht dikon 25 deri në 30. I kena 2 ekipe, ekipa që është për përgatitjen e materialit dhe ekipa e montimit. I keni dhe ofër 25 punëtor. Po. Po më intereson, janë nga fshati apo dhe për rreth? Janë të gjithë nga fshati, të gjithë jemi familjar. Parafersisht dikon jemi 15 familjar të punësuar vetë që jemi. Dhe A mendoni me rrit numrin e stafit? po gjatë kalimit kohës jena të mundu prapë me rrit stafin, po gjithashtu jena të bëjë dhe zhvillimin edhe për shtetet tjera me hap punën siguri. Po nga bashkëfshatarët, sa një konë të mbështetëm? Po, ka qenë bashkëfshatarë, ku të gjithë bashkëfshatarët i kemi punëtor, kanë ardhur, kanë punuar dhe falë atyve ne kemi zgjeruar edhe biznesin tonë. Se kur kemi filluar ka qenë një biznes shumë i vogël, bazë shumë punëve për kushtimit e tanat kemi zgjeruar. Sa mirë që ja u din banorëve, pra kushërive po e them ashtu. Po, Ju faleminderit. banoni edhe këtu? Po mendoj me shtëpi? Këtu kena pjesët e shtëpia këtu dhe Ju jeni familjara? po familjar. Do thotë ju paskit pse me qëndru në Kosovë, paskit punë, por që si e sheni largimin e rinis? Largimin e rinisë e shohëm ndoshta që nuk e gjejnë vetën në Kosovë, ndoshta puna pagesë gjonave tjera, ama nëse flasim këtu 3-4 vitet e fundit për Kosovë, por me punu mundesh m'ja dal pa problem. Po bizneset si po janë, si po ja ofrojnë kushtet punëtorëve, sa po paguhen, oraret e stërzgjatura? Nëse flasim për biznes tonë, çdo punëtor që orë këtu ka qenë shumë i kënaqur. Sa është orari? Orarin e kena prej 8 deri në 6. I kemi 2 pauza, prej 12 dhe një është koha drekës, dhe prej 3 deri në gjysmë 4 është një pauzë që e bojmë për me pi diçka. Kisha dhe një pyetje për fond, me që e keni biznesin, fabriken, keni kontribu diçka për fshatin? Në investim, në nuk mungojshin trotuarët, kishte shumë nevojë për investimin fshatin. Ka shumë nevojë investimin, po investimin që e kena bo mas shumë të i ka qenë në kontributin e shkollës, ku e kena ashtru një pjesë të parkut atë përpare, e kena ashtru vetë me financim tonin personal. Keni bëll, kur pas ka bëll. Po, sa dush. Edhe për financimin e kamerave. Edhe të kamerave. Brenda fshatit diçka ju, a? Po, kena bo edhe për shembull kur kena rregullu pjesën e ujrave, dhe me thonë që u bo grumbullime, kena intervenu dhe kena rregullu. A ka prej familjeve që ju keni shku ekstra, ja keni bo një shërbim? Falas. Po, ka pas në shumë raste të tilla, ju kemi ndihmuar edhe në mënyrë financiare edhe gjëra tjera elementare që kanë nevojitur. Unë ju dëshiroj shumë suksese. Faleminderit për ju gjithashtu. Faleminderit, edhe pse kisha hyrë brenda me i marrë ca pamje shpejt e shpejt. Po, pa problem. Pa problem, në rregull. Munal 2 minuta. Faleminderit shumë. Vazhdo, si je? Ai mirë, Dorontina. Çish po kaloni? Dorontina, ju shumë mirë. Se Faleminderit. përcjellëm emisionin e ju. Respekt. Mirë jeni? Mirë, Çish po faleminderit. kaloni? Mirë, shumë mirë. Jetesa në Mirat, fshatin? mirat nuk kanë skaj, po edhe kështu nuk o keq. Po mu po mbohet shumë qefi që nuk kanë kohëni. Po jo, elhamdulillah pe Zotit nuk o keq, nuk o keq. Qa po nëni, qa po bëni, me qa po mirë? Unë punej me disa punë këtu me skavator,
Qështu edhe disa, kështu për ndërtimi i jap disa sene me qira kështu zakonisht. Edhe qështu bim jetë e pesjashtë i ka pak. Ur që tha ndej. Po, këta A, kënena mirë, Unë a, e mirë. ashtu një manejna, rizjeva nej, nuk jam i këtu hujt. A nuk je i këti fshati? Qëtu po pak manejna jam. Pak, e kalon kufirin. Po, qëtu është si me honë si kufini, fundi. stapanis rizjev, na jemi rizjev. Do jemi një ditë tjetër. Po, Na përgatit gjygymin. Mirë se vini. Mas Ramazane, se në Ramazan, Po, kismet. ose nëse vini për iftari, jeni të mirë se ardhni. Faleminderit Po, po. shumë me kënaqësi. Se i kum pasi e agjerani edhe jo. Faleminderit shumë. Do Shumë jemi një iftar. Mirë se Do vini. jemi një Mirë iftar. se vini. Veç i tregon familjarëve. A je martum? Po. I tregon grus, na qetë që të diçka let, na i sen shpejt e shpejt. E për kur? E bojmë der tash prapa kamerës. Okej, mirë. Atëherë edhe një pyetje shkurt, pro me që nuk jeni banor i fshatit, si janë banorët në këtë fshat, si keni një raportit kështu me Kojshellak? Mirë, deri me tani s'ka pas kur fra problemi hiç. Mirë shkojna me. Cilë jeni ma punëtor? Po, s'ka me thonë, po, përgjithsisht janë po, punojnë. Mirë me angazhime me sanet ndryshme. Si këtu, sikur jashtë, gati thoya se s'ka shtëpi, që nuk i ka dhe jashtë, po edhe këtu nuk është keq. Sa jeni bashkëpunues me zveti? Po më varet për shembull puna që është lidh. Mirë. Në çfarë aspekti po vetë? Për punë. Po mirë, më varet që është lidh puna kështu mirë. Për shembull nëse ki bizneset të lidh, po nuk s'ka diçka që pengon se diçka. Shi të shku? Unë jam deri në Kiev. Dal ka pak kështu me bicikletë. O shtrejtu nafta, pse mos me Ja unë edhe vitin e kalu më ka një stëg në Pej, në Prishtinë, në Gjaku me bicikletë. Po, prej këtu kujt atje hiç panal. Biciklisti i njohur nga Regjeva. Po, Regjeva. Shumë mirë, mu po m'bot shumë qefi. Faleminderit fillimisht që e gjetët kohën për neve, ishte shumë kënaqësi. Edhe për juve respekt. Kaleni mirë, agjerim të lehtë e të pranuar. Faleminderit Jeni të shumë. mirëseardhën. E falenderoj edhe banorin, por që nuk ishte banor i fshatit Stapanic, gjithsesi unë dal për neve, shumë respekt. Ne jemi edhe drejt fundit, para se me u përshëndet me juve miqtë e mi, po du me i falenderu për zëmërsisht banorët e mrekullueshëm të fshatit Stapanic, cilët e kanë tregu një kujdes dhe kulturë sot ndaj neve. Shifemi në fshatin e radhës, deri atëhere, mirë